بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Falëndrojmë Allahun te baraka wa taala, I dërgojmë salat dhe selam e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun te baraka wa taala që edhe ky takim I radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër inshallahu taala. Po vazhdojmë me kapitullin e 10 me radhë nga libri shumë I pasur I Imam Neveviut rahimahullah, Riyadus Salihin. Kapitulli I 10 është kapitull I cili flet për nxitimin drejt punëve të mira dhe seriozitetin që duhet ta kemi drejt punëve të mira të cilat Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na nxitin, na inkurajon dhe na thrasin që të bëjmë vepra të mira. Autori sikur e ka zakon në metodologjinë e tij kur e ka shkruar këtë libër, në çdo kapitull fillimisht përmend disa ajete nga Kurani famlart që lidhen me temën përkatëse. Në këtë rast, kapitulli I cili ka të bëjë me nxitimin dhe shpejtimin drejt punëve të mira. E përmend fillimisht një pjesë të ajetit 148 nga surja Baqara. Thot Allahu te baraka wa taala fastabiqul khairat, dhe ju bëni garoni drejt punëve të mira. Pastaj Imamu Nawawi rahimahullah e përmend ajetin 133 Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nxitoni, shpejtoni drejt faljes së Zotit tuaj. Nxitoni dhe shpejtoni drejt xhenneteve të Allahut, ku gjerësia e xhenneteve ose gjerësia e qejve dhe tokës. Dhe gjitha këto Allahu I ka përgatitur për njerëzit e devotshëm. Këto dy ajete I përmend autori fillimisht në hyrje të këtij kapitulli. Të dashurit e mi, ky kapitull përmban në vete dy elemente me rëndësi për gjithë ne. Elementi I parë, shpejtimi dhe nxitja drejt punëve të mira. Shpejtimi dhe nxitimi drejt punëve të mira, dhe e dyta, serioziteti dhe nuk duhet të kemi asnjëherë hezitime të ngurojmë drejt arritjes së punëve të mira. Shejtani mallkuar, ju e dini mo, metodat e tij nuk janë gjithmonë me I çu njerëzit në punë të këqija të liga, në gjunën harame. Por ai ndonjëherë zgjedh disa rrugë të tjera, që fillimi I atyre rrugëve nuk o haram, por pastaj në fund ajo rrugë dhe mund të përfundon në haram. Kur jemi tek shpejtimi dhe nxitimi për punë të mira, shejtani mundohet me na prek me një smundje që quhet me dy smundje realisht. Njëra është përtatësia me dembellëk, tjetra është plagështi. Por të dy këto smundje pejgamberi na ka porosit me kërku mbrojtjen e Allahut për këtyre dy gjërave.
Dembelia është smundje. Madje mund të jetë smundje edhe më e dëmshme se smundjet fizike, organike. Edhe plagështia. Është normale për njeriu, është normale ndonjëherë me undi i plagështum. Mos me qenë i freskët, i mungon zeli, vullneti, dëshira, edhe serioziteti. Ta shtojmë komponente që bëhen bashkë. Mund të kapë ndonjëherë dhe me prek edhe përtatësia. Por përtatësia edhe dembelloku nuk duhet të ketë vend në karakterin dhe në personalitetin e muslimanit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka lutur Allahun dhul xhelal që me mbrojt Allahu prej dembellokut. Në punë të mira nuk duhet të hezitojmë. Në punë të mira nuk duhet të kalkulojmë. Në punë të mira duhet të nxitohemi, nga se Allahu na thret që të nxitohemi dhe të shpejtojmë drejt punëve të mira. Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull i ka përmend 8 hadithe. Sonte do t'i lexojmë 4 të parat. Hadithi numër 87 është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al muzlim." Vëllazër, që ky hadith është shumë interesant. Jo me sigurt e keni dëgjuar, madje keni dëgjuar shumë herë. Por është hadith shumë interesant, edhe është hadith shumë aktual. Ky hadith ka aktualitet. Thot pejgamberi alayhis salam: "Prijuni me vepra të mira momenteve të sprovave, fitneve, të cilat vinë si copat e errësirave të natës." Shqiqoni, ne jetojmë kohë moderne, po nëse shkon në një zonë ku ka mungesë të ndriçimit publik, edhe sa më shumë depërton në thellësi të asaj zone, po flasim një zonë që nuk ka ndriçim publik, sa më shumë depërton në thellësinë e asaj zone, copat e natës edhe errësirës dëvijnë sikur rret. Shqiqoni çfarë përshkrimi preciz edhe artistik i pejgamberit alayhis salam. Por e ka sjell këtë shembull figurativ duke e krahasu copat e errësirave të natës me sprova. Badiru bil a'mal. Prijuni këtyre sprova të rrezikshme. Prijuni me vepra të mira. Shqiqeni sa janë të rrezikshme këto sprova, këto fitne. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Thot zgjohet në mëngjes ndonjëri për juve besimtar, e kur vjen akshomi nuk i mbet iman në trupin e tij, bëhet kafir waliyadhu billah. E nxen nata besimtar, hin natën me fjetë si besimtar, por zgjohet mëngjes pa iman waliyadhu billah. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, e shet, shqeqani tash e tregon për pejgamberin sa në fund rezultatin e dhimbshëm të kësaj ngjarje, thot e shet fen e tij me një interes shumë të vogël të dunjas. Me diçka prej dunjas e shet fen e tij, e hub fen e tij. Hadithi është i vërtet e transmeton Imam Muslimi. Shqiqoni tash Imamu Nawawi rahimahullah këtë hadith e ka sjell në kontekstin e kapitullit ton. Shpejtimi dhe nxitimi në punë të mira. Badiru bil a'mal. Prijuni, bëhuni nisëmtar me vepra të mira, para se mi ardhë këto sprova si kur vinë copat e errësirave të natës, edhe për një moment të hup orientimin. Besoj gjithë tu jeni parimisht shofera, nëse je duke vozit në një zonë ku ka mungesë
të ndryshimit publik, për një moment të hu për orientimin, kur të vjen një copë terë, pum, edhe ti për një moment tutësh, edhe e hup ekuilibrin e timonit duke vozit. Kështu e naudhu billah sprovat, të cilat e goditin imanin, e kanë për qëllim imanin. Prandaj tha pejgamberi sa zgjohet ndonjëri për juve besimtar, e kur vjen akshomi nuk ka iman waliyadhu billah, në fund thot e shesin fenë e tyre me një interes shumë të vogël nga jeta e kësaj bote. Të dashur të mi, ju e dini, dhe nuk ka asgjë zarar me e përsërit, se kjo është rregull shumë e rëndësi, për të qenë një vepër e mirë, dhe për të qenë ajo vepër e mirë e pranuar tek Allahu, do të plotësohen dy kushte. Vepra të kryet për hatër të Zotit, të jetë e sinqert për hatër të Allahut, lillah, për hatër të Allahut, dhe e dyta, vepra të kryet në formën, në mënyrën ashtu sikur na ka porositur e na ka mësuar i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë, për të qenë një vepër e mirë, dhe kjo vepër e mirë për të pranuar te Allahu, duhet detyrimisht me i plotësuar këto dy kushte. Me u bë vepra për hatër të Zotit, sinqerisht për Allahun, jo për ndonjë motiv tjetër. Dhe e dyta, ajo vepër duhet të kryet në mënyrën, në formën, në rrugën që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ka shumë hadithe në këtë aspekt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faluni ashtu sikur po më shihni mua si unë po falem, kryeni haxhin, agjeroni e kështu me radhë. Në thot, këto janë dy kushte shumë të rëndësishme. E tani vëllazër, autori në këtë hadith e ka përmend hadithin i cili ka të bëjë me sprova. Sprovat në përgjithësi, në aspektin e përgjithshëm, njeriu e goditin prej dy anëve. Njëna anë, apo kemi dy grupe të sulmeve që sprovohet robi. Grupi i parë i këtyre sprovave vijnë prej dyshimeve. Grupi i dytë janë epshet. E para është më e rrezikshme se e dyta. Sprovat që shpërthejnë dhe e qesin kokën si rezultat i dyshimeve, dilemave, këto janë më të rrezikshme se ato që janë sprova që vijnë si rezultat i epshit. Allahu na ruaj. Sidomos në kohën tonë moderne, sidomos brezat e ri, sidomos kur njerëzit sot janë të hapur dhe kanë mundësinë gjithçka me lexu e me dëgju e me pa. Prandaj në të kaluarën selefi ynë i mirë, gjeneratat e para të mira nga selefi ynë, kur kanë kërku me bo debate publike në mas me ulemat dhe hoxhalart e ehlus sunetit, ata që e kanë kundërshtu këtë shkollë, që kanë ardhur prej grupeve të devijuara, po e zëjmë Mu'tazili, Rafida, Khawarij, Murxie, ku e di une, një pjesë e konsiderueshme e dietarëve të ehlus sunetit thonë nuk lejohet debati. Pse? Po frikoheni? A nuk është e vërteta gjithmonë në anën e ehlus sunetit, dhe a nuk qëndrojnë argumentet, provat, dëshmit, faktet e fuqishme në anën e ehlus sunetit, të cilat dalin nga Kurani dhe mësimet e pejgamberit, e nga kuptimi sahabëve, ulemave, gjeneratave? Po, mirë, pse ulemaja i kanë këtij debati? Kanë thonë për arsye se kur bëhet debatin publik, jo të gjithë njerëzit janë të gatshëm, janë në nivelin e dur të vetdijes fetare për me i shpëtu dilemave dhe dyshimeve që ata prej grupeve devijume i nxitin, i hapin, i përhapin. Prandaj kanë thonë ulemaja s'ka debat. Sikur sot hoxhalart, pjesa dërmuese hoxhallarëve tonë në Kosovë, po ndashta nuk e teprej nëse thëmë edhe për te i Kosove, hoxhallarët në trojeve tona, pjesa dërmuese e hoxhallarëve serioz nuk dalin debate në për do debate
që pjesëmarrës në ato debate janë njerëz që janë ose jo kredibil, ose janë jo serioz, ose janë njerëz të pagum me shpirt të shitum, ose kanë agenda të caktume, për faktin se është vështirë me mbajt nivelin e debatit, në të cilin debat synot e vërteta, synot njerëzve mja u tërgu të vërtetën, dhe ata aty kanë për qëllim me kriju zhurmë, kakafoni, mjegull, me shpërnda sa ma shumë virusa, miza, e tash ti nuk e din ata njerëz që të përcjellin 100.000, 200.000, gjysmë milion, 1 milion, 2 milion, ti nuk e din çfarë niveli të vetdijes dhe të përgatitjes kanë ata njerëz. Shumë herë o xhallarë nuk e japet mundësia e dur, ata me jep sqarimin, me bë kundërshtimin, me jap përgjigjen ku ta dione, prandaj besoj që e keni pa viteve të fundit nuk ka hoxhallar serioz, kredibil që marrin pjesë në debate të tilla ku nuk ka kushte për debate dhe prezenca në debate të tilla shumë herë në fund kur i peshojmë o ma e dëmshme se sa e dobishme. Sa ata gjithmonë në një debat i kanë një 2-3 qëllime që ata kanë për qëllim me i arrit dhe ata dojnë me i arrit ato. Prandaj këtu e përmendat ajo që tham sprovat që vinë si rjedhoj edhe kanë origjinën të dyshimet janë më të dëmshme, janë me pasoja të rënda. Se sa sprovat që vinë prej epshit dhe dëshirave. Në fund vëllezër, para se me kalu të hadithi tjetër, kur jemi të sprovat, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar me bë një lutje mas në të shahud në ullin e fundit, mas i ta lexojmë e të hijatin edhe dërgojmë salavat me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, një prej lutjeve që preferohet me bë është Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ku pejgamberi na mëson me kërku mbrojtjen e Allahut prej katër gjërave. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr. O Zotim, kërkoj mbrojtjen tënde prej sprovës edhe dënimit të varrit. O min adhabi al-faqr, min adhabi al-qabr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi al-kufr. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të varrit, pastaj prej dënimit të zjarit, të xhenemit, pastaj me mbroj prej sprovave të jetës dhe vdekjes dhe me mbroj prej dëgjallit. 4. Do të thonë, sprova, dënimi i varrit, 2. Zjari, xhenemi, 3. Sprova të jetës dhe vdekjes dhe 4. dëgjalli. A e dini që ka për ulemave, do të thonë këtë lutje, shiqoni, pjesa dërmuese ulemave thonë pëlqejet me thonë këtë lutje. Po ka për ulemave që kanë thonë me bë me haru këtë lutje do të më përsërit namazin. Ky nuk është që veç po e përmendi sa rëndësishme kjo dua, përndryshe ky mendim nuk qëndron. Nuk qëndron në kuptimin e argumenteve të përgjithshme, por ata dietarë që kanë thonë me bë me haru këtë lutje në ullin e fundit duhesh me përsërit namazin, janë nisë prej premisës sa rëndësi të madhe ka njeriu me lut Allahun dhe me kërku mbrojtjen e tij prej këtyre 4 elementeve, respektivisht prej këtyre 4 sprovave. Prandaj mësojeni këtë lutje vëllazër, e keni në mbrojtjen e muslimanit, edhe masi ta lexoni et-tahiyatin edhe salavatet, e thuni këtë lutje, s'është më rëndësi, e thuni këtë pastaj Allahumma rabbana atina fid dunya rabbana ighfir li, apo mas tyre e thuni, s'është fare më rëndësi, se është prej lutjeve të shumë fuqishme që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam me thonë, e që duhet ta rezervojmë një prej momenteve më të bukura, një prej momenteve kur jemi më afër te Allahu, kur jemi në namaz, me lut Allahun te baraka wa taala që ai më na fut në mbrojtjen e tij prej këtyre sprovave. Hadithi 88 është hadithi i Ebi Sirwa, i cili thot, dhe që edhe kjo hadith është interesant, thot e fala namazin e ikindis në Medine me pejgamberin alayhis salam pas ti. E fala namazin e ikindis në Medine pas pejgamberit alayhis salam. Pasi dha selam pejgamberi alayhis salam, u ngrit nga namazi me shpejtësi. Fatakhatta riqab an-nas ila, fa
filloi tha me I ka përcy safat, me hyp njerëzve, a din si thojmë na, ka dalë hyp njerëzve në qafë. Dhe shkoi në njërin prej dhomave të gravet e tij. Fa fazi'a an-nasu min sur'atihi, kur pa njerëzit me nguti, pejgamberi duli ka përcej safat, shpejt, fillon njerëzit më tut, ka ndodhur diçka. Nuk kaloi shumë kohë, fa kharaja alehim, u kthy pejgamberi, u kthy. Ishin xhamati halal në xhami, po sa kishin fal namazin e ikindis. Fara'a annahum qad ajabu. E pa pejgamberi sa ta kritjen të habitum. Krit janë në pritje nga ky veprim I pejgamberit, janë në pritje të një komenti, të një shpjegimi, çka ka ndodhur. Çka thot pejgamberi sa? Dhakartu shay'an min tibrin indana. Tha namaz të kun mu kujtu në mendje se njënën për shpijave tona e kemi një tibër. Tibër I thuhet ka pru dikush sadak një cop ari ose argjent. Fakarihtu an yahbasani, nuk pata dëshirë me mbeta jo sonte të në shpiton. Fa amartu bi qismetihi, prandaj nxitova edhe dhash urdhër me nda ata dhe me jep atë sada njerëzve nevojtar. Shqoni vëllezër, ky hadith të cilin e transmeton Buhariu është shumë interesant. E ka pru Imamu Nawawi këtë hadith me kapitullin ton. Kapitulli nxitoni në punë të mira. Tamam? Shqoni pejgamberi. Me njerë, me nguti, me shpejtësi të madhe, I ka kapërcy safat e njerëzve. Edhe u kthy. I ka rënë mend që dikush ka pru sadak ari ose argjent, një cop ari argjent. Tha nuk du sonte. Dej nesër vonë është. Dej nesër vonë është. Pyetja këtë racionale, a ka mujt pejgamberi alayhis salam me lon dej nesër? Ose a ka mujt pejgamberi alayhis salam me lon deri sa dalin njerëzit pej xhamis, ai shkon të shtëpia me kadal, pa ndonjë nguti, por pejgamberi alayhis salam ka dashur me tregu se për punën e mirë nuk duhet të kemi hezitim e as nuk duhet të ngurojmë. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu ulemaja në këtë hadith e kanë përmend një mesele, shumë mesele, po ne shkurtimisht e kanë përmend meselen e borxhlis, I cili e ka mundësi me kthy borxhin, po e vonon borxhin. E kanë përmend ulemaja hadithin e pejgamberit alayhis salam, të cilin hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ai I cili e vonon borxhin me mundësinë për t'ia kthyer, ka mundësinë, ka bo zullum. Ka bo zullum. E ka përmendur ulemaja këtë mesele në këtë hadith që pejgamberi sa shpejt ka dalë. Pejgamberi e ka shpërndar sadakon, një farforme, ajo sadaka o kon borxhi I pejgamberit për me u çuç atë njerëzve që kanë pas rizq çata, dhe pejgamberi nuk ka dashur me vanu, ka thonë e urrej sonte kjo sadaka me flajt shpitame deri nesër. E urrej. Me njerë du të me kry këtë obligim. Hadithi 89 është hadithi I Gjabirit radiallahu anhu, I cili thot një njeri në ditën e Uhudit, kur ishte betejë e Uhudit, I tha pejgamberit alayhis salam: Ja Rasul Allah, nëse unë vritem në këtë betejë, ku do t'jem une? Pejgamberi I tha në xhennet. Nëse ti vritesh para se me fillu betejë e Uhudit, tha nëse unë vritem në këtë betejë, ku do t'jem une? Ku do t'shkoj? Pejgamberi alayhis salam tha në xhennet. Atëherë thot Gjabiri: fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Ha ky njeri tha kish pas do kokrat hurma vendor, I gjujti tha ato kokrat hurmës. Tha I duk jeta e gjatë nëse ai kish mundal me hungër dhe çato 4-5 kokra hurma, I gjujti dhe bismillahirrahmanirrahim hyjëm e në betejë. Do thonë edhe këtë hadith e ka pru pejgamberi alayhis salam, autori Imamu Nawawi
në kapitullin e shpejtimit dhe nxitimit të punë të mira. Imamu Nawawi rahimahullah, Ibn Uthaymini, duke komentuar këtë hadith, e sill një hadith tjetër në ditën e Bajramit, në një Bajram, pejgamberi alayhis salam i nxiti dhe i inkurajoi muslimanët me jep sadaka. Po sa e përfundoi pejgamberi alayhis salam ligjëratën dhe thirrjen e tij me jep sadaka, gratë e tij nxitun dhe njëra prej grave të pejgamberit për nënave besimtarëve erdhi i solli vath e saj te ai vendi ku pejgamberi e pranonte sadakan dhe aty grumbulloi sadakaja prej besimtarëve për me u jep fukarave dhe nevojtarëve në ditën e Bajramit, që pejgamberi alayhis salam i nxiti muslimanët për sadaka dhe për këtë vepër, për këtë punë të mirë. Edhe një mesele o më rëndësi e kanë përmendur ulemaja. Ibn Uthaymini e ka përmendur duke komentuar këtë hadithin e Xhabirit, kur pejgamberi alayhis salam i nxiti dhe i inkurajoi tepër fort ata sahabe para se me fillu betejë e Uhudit, dhe ai tha: ja Rasulullah, nëse unë vdes, ku e kam vendin ku shkoj? Tha: në xhennet. Ibn Uthaymini e ka përmend një mesele të Ahlus Sunnetit shumë më rëndësi: kur dikush vritet në rrugën e Allahut, nuk e kemi të lejuar ti themi është shahid, por ne themi ky person ka kërku gradën e shahidit dhe lutemi tek Allahu që ky të jetë shahid. Nuk mund t'i themi shahid vetëm se atyre që ju ka thonë Kur'ani apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e zojmë pejgamberi alayhis salam, ata të cilët kanë mbetë në Bedër janë shahidat e Bedrit. Ata 70 sahabët që kanë mbetë në Uhud në kry me kënd me Hamzën janë shahidat e Uhudit. Ndërsa nëse një njeri në rrugën e Allahut, në xhihad, vdes për hir të Allahut, e jep shpirtin për hir të Allahut, ne nuk kemi drejt t'i themi ky është shahid, por themi ky njeri e ka fliju jetën dhe shpirtin e tij duke kërku gradën e shahidit tek Allahu, dhe ne lutemi që ky të jetë shahid tek Allahu. Dhe ne lutemi që ky të jetë shahid tek Allahu te baraka o taala. Ky është ai parimi i përgjithshëm që duhet ta kemi përpara shahidit dhe gradës së shahidllokut. Dhe hadithi i fundit për sonte është prap hadithi e Abu Hurairës, të cilën transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi. Thotë Abu Huraira: erdhi njëri te pejgamberi alayhis salam dhe i tha: ja Rasulullah, cila sadaka, cila lemosh e ka shpërblimin më të madhin te Allahu? Ja Rasulullah, cila sadaka e ka shpërblimin më të madhin te Allahu? Pejgamberi alayhis salam e ka dhënë një përgjigje interesante. I tha: sadakaja e cila e ka shpërblimin më të madhin tek Allahu është ajo sadaka kur ti jep sadaka kur je shnosh, je i fortë, je i ri, edhe je lakmiqar. Kur je shëndosh, jo i smut, keni me patash pse ka thonë, kur je i ri, i fortë, edhe je lakmitar. Takhsha al-faqra wa ta'mal al-ghina. Ki dëshirë dhe aspirata me u boj pasur, edhe frigosh për i fukarallokut. E të shtat pejgamberi: mos u të regon neglizhent deri sa të vjen shpirtin fyt, momentet e agonis vdekjes, se nëse e len sadakan për këto momente, atëhere ki me thonë filoni ka bo kështu, filoni ka bo kështu, e ty t'ik mundësia. Kjo është hadithi që ka përmend, hadithin e radhës Imamu Nawawi rahimahullah. Fillimisht, lidhshmëria e këtij hadithi me kapitullin ton, shpejtimi dhe nxitimi në punë të mira, është pikërisht shumë e qartë. Pejgamberi alayhis salam kur erdha një njeri dhe i tha: ja Rasulullah, cila sadaka ka shpërblimin më të madh tek Allahu? Tha: me jap sadaka kur je i shëndosh. Njerëzit kur janë smut nuk ju bën më përshtyp dynjaja. Njerëzit kur plakën, s'kan forcë, s'kan fuqi, nuk munden me punu më, s'kan ambicje, e kuptojnë që dynjaja s'është kurrë. Sillimin. Njëri kur është i ri, kur është i fortë, kur është ambicioz, ka plane, me bo edhe këto, me ble edhe këto,
me bo edhe këto, edhe të tretën, edhe të katërtën. Në këto momente pejgamberi alayhis salam ka vlerësu që sadakaja e ka shpërblimin më të madh. Në këto momente kur ti je lakmitar në kuptimin lakmon me grumbullu pasuri. Shqoni, parimisht grumbullimi i pasurisë nuk ka haram. E kemi thonë shumë herë, kemi shpjegu atë shembullin e atij hoxhës të madh të Egjiptit, rahmeti pa shpirti, ka vdek Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, kur flet për shokët e pejgamberit alayhis salam në raport me dynjan, e sill një shembull të bukur, thotë shokët e pejgamberit alayhis salam dhe dynjaja kanë qenë, thotë ata dynjan e kanë pas një tabake. Edhe dynjaja e ka pas vendin tek sahabët në tabakën e tyre. Sa herë kanë pas nevojë, janë shku te tabakja, kanë marrë tabaken dhe kanë marrë çka kanë pas nevojë pe dunjas. Por nuk kanë leju që dunjaja me pas vendin në zemrat e tyre. Nuk kanë ndaluar me grumbullu pasuri, por është e urrëtur me të rëmby pasuria. Ama grumbullimi i pasurisë është diçka që pejgamberi alayhis salam e ka përshkruar dëshirën edhe dashurinë e natyrshme të birit Ademit. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, i biri Ademit me pas një bjeshk me dukat, thotë ja Rabbi ti kisha dy. Thotë pejgamberi alayhis salam, biri Ademit nuk pushon grumbullimin e pasurisë vetëm se në momentin kur mbi gjoksin e tij bjen dheu. Kur dek atëherë s'ka më. Domethënë, kjo është dëshirë e natyrshme njerëzore, por muslimani mundohet me menaxhu vetveten e tij, edhe sa kohë punon e bën përpjekje, angazhohet me fitu e me grumbullu pasuri, por nuk lejon ato me rëmby pasuria. Dhe ai pasurinë e ka në rrugën e Allahut, kënaqet me mirësitë që Allah e ka begatuar, dhe njëkohësisht pasurinë e tij mundohet me e kapitalizu në rrugën e Zotit, në rrugën e të vërtetës, dhe fjala Allahut më ngrit me qenë më e larta. Ky është hadithi i fundit për sonte që e ka përmend autori, e që Imam Nawawi e ka përmend këtë mesele. Këtu ka edhe një mesele me rëndësi dhe e mbyllëm, thotë mos lejo ty e neglizhu këtë punë deri sa të arrin shpirtin fyt. Ulemaja kanë marrë argument Ibn Uthejmini në mesin e tyre se shpirti në fund del prej lartit. Domthon, shpirti kur fillon procesi i daljes shpirtit, kur i vjen momenti i vdekjes njeriut, fillon prej sposhti, e duke u ngjitur lart, dhe tha pejgamberi, mos prit momentin kur të mrin shpirtin fyt. Dhe për këtë ka argumente dhe në surën Waqia. Allahu e përmend këtë element në surën Waqia, kur mbrin shpirti në fyt, apo si themi ne në gërgare. Gërgare e dini, do më kur është në ujin, edhe bërë, qësa i thënë gërgare, do më thonë deri në fyt. Dhe kjo është argument. Dhe thonë ulemaja, kur njeriu e përjeton procesin e daljes së shpirtit, fillimisht pjesa e poshtme e trupit vdes. Pjesa e poshtme e trupit, këmbët apo prej belit e të poshte, vdes e pa lëvizshme. Mbetet pjesa e lartë e trupit derisa të vjen ai moment. E lutim Allahun te baraka ve taala gjithë ne vëllezër të dashur, për ne dhe për dashurit ton, që momentin dhe çastet e përjetimit të vdekjes Allahu të na lehtëson e të na forcoj e të na bëj faqebardh, nga se pejgamberi alayhis salam e dini në momentet e vdekjes disa herë ka humbë vetdijen, edhe kur i ka kthy vetdia i ka thonë Fatimes radiallahu anha, vajzës e tij, inna lil mauti lasakarat, momentet e vdekjes kanë siklet, momentet e vdekjes kanë gazep, momentet e vdekjes kanë siklet. Pejgamberi alayhis salam. Allahu na boft faqebardh inshallahu taala. Allahu din më së miri, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.